Zbulon në opinionistët e Ferma VIP. E vërtet, Ferma VIP do të njeh zyrtarisht motorët këtë premte me një rikthim të shumë pritur të Arban Osmanit në moderimin e formateve të këtij kalibri. Ndërkohë që rrjeti po zihen për zbuluar se cilët do të jenë personazhet e njohur që do të lënë luksin për të bashkëtuar me kafshët dhe baltën, një tjetër kuriozitet i madh ka qenë edhe paneli opinionistëve. Produksioni ka njoftuar se emra do të bëhen publik mbrëmjen e sotme, por burime ekskluzive për Priveva Libertas Spahiu kanë arritur të konfirmojnë tashmë të paktën 2 prej tyre. Karrija e parë është besuar Angel Shkirës, e cila njihet për natyrën e saj të drejtë për drejtë dhe pritet të mos i kursej fare kritikat dhe komentet ndaj fermerëve. Për ta balancuar këtë energji, krahas saj do pozicionohet Armina Mevlane, e cila pritet të sjellë një qasje më të qetë dhe diplomatike në analizën e lojës. Por përbërja opinionistëve mund të mos mbyllet me kaq. Emri i tretë që po qarkullon është ai i Ermal Mamaqit. Nëse aktori dhe producenti konfirmon pjesëmarrjen, do i shtonte spektaklit padyshim një dozë të mirë humori dhe ironie. Tani na mbetet vetëm të presim të premten për të parë se si do funksionojë kjo treshë në ekran. Ana Jupi kalon një periudhë të vështirë shëndetësore, fatkeqësisht e vërtet. Prej disa javësh në media të roze në rrjetet sociale ka qarkulluar një zë i vazhdueshëm për një shtatzani të mundshme të ish banorës së Big Brother VIP Kosova 3, Ana Jupi. Lajmi për pritjen e ëmbël u diskutua kudo, por vet Ana zgjodhi një heshtje totale, duke mos e pohuar apo mohuar atë në asnjë moment. Megjithatë, pas kësaj tërheqje nga vëmendja publike fshihet një situatë mjaft delikate. Burimet sigurta konfirmojnë se lajmi i shtatzanisë ka qenë i vërtetë, por fatkeqësisht ajo ka pësuar një abort spontan. Kjo ngjarje ka sjellë një ngarkesë emocionale, duke bërë të domosdoshme shkëputjen nga sytë e publikut dhe presioni i rrjeteve sociale. Për të kaluar këtë moment vështirë në privatësi të plot, kjo ishte arsyeja pse ish banorja Big Brother VIP Kosova ndërmori një udhtim të gjatë drejt Amerikës Latine. Atje ka qëndruar për gati një muaj, e shoqëruar dhe mbështetur në çdo hap nga partneri i saj Kevini, me të cilin nisi një romanc brenda shtëpisë më të famshme. Ky udhtim duket se ka shërbyer si një mundësi për të shkëputur nga zhurma mediatike. Tani mësohet se Ana po e merr veten fizikisht dhe po i rikthehet gradualisht rutinës së saj normale. Serena Sula rikthehet zjarr në një romancë të re me një francez. E vërtet, ajo njihet gjërësisht si një prej personazheve më provokuese dhe pa komplekse të rrjeteve sociale, ku thuajse çdo postim i saj arrin të ndezë reagime të shumta dhe të bëhet viral. Për një kohë të gjatë, Serena Sula kishte vendosur ta mbante jetën e saj private hermetikisht të mbyllur, duke u distancuar nga titujt e portaleve kur vjen puna tek çështjet e zemrës. Por duket se kjo periudhë qetësie ka përfunduar pasi një kapitull i ri dhe mjaft hot ka nisur për të. Është e vërtet, Serena Sula është një lidhje të re dashurie dhe detaji që ka tërhequr më shumë të vëmendje është fakti se partneri i saj i ri është një shtetas francez, si të thonë burimet të Priveva Libertas Spahiu. Ky zhvillim që në një moment të rëndësishëm në jetën e saj, pasi ky është i dashuri, por që ajo vendos ta prezantojë hapur pas ndarjes së bujshme nga ish konkurrenti përputhën Arjon Luli. Kanë kaluar gati 5 vite nga historia komentuar gjatë dhe gjatë gjithë kësaj kohe ndonse super aktive me imazhe provokuese që nuk lën vend për imagjinatën. Serena është treguar jashtëzakonisht e kujdesshme për të mos dhënë detaje mbi jetën sentimentale. Mësohet se njoja ka nisur përmes rrjeteve sociale dhe është konkretizuar me takimin e parë live mes tyre para pak ditësh në Paris. Tani gjërat kanë ndryshuar dhe ajo është ndjerë mjaftueshëm e sigurt për ta bërë këtë raport publik në llogarinë e saj, duke zgjuar menjëherë kurreshtjen e ndjekësve.